Mirëmbrëma shikues të emisionit Doktor Plus, mirë se po takohemi sërish edhe në këtë javë. Sonte do të trajtojmë një temë shumë të rëndësishme për shëndetin publik. Sëmundjen e njohur si hantavirus, një infeksion viral që në raste të saktuara po del të jetë shumë i rrezikshëm për jetën. Se çfarë është në të vërtetë hantavirusi dhe si po transmetohet tek njerëzit, dhe cilat janë gjithashtu dhe simptomat e para që nuk duhet t'i neglizhojmë. Për këtë kemi të ftuar Dr. Valbon Krasniqi, infektolog, për të diskutuar më shumë sa i përket kësaj çështje. Doktor, faleminderit shumë që i pjesë e emisionit Doktor Plus. Faleminderit për ftesën, kënaqësia është edhe ime. Doktor, duke ditur që tashmë ky virus po përmendet në mënyrë të jashtëzakonshme, por a mundesh fillimisht me na tregu se çfarë është hantavirusi dhe çfarë po konsiderohet i rrezikshëm nga ky virus? Hantavirusi nuk është një virus i vetëm. Pra, hantaviruset janë një grup i virusve, ne i quajmë zoonotik, për faktin se ata fillimisht janë banor ose, si me thonë, strehues të tyre i kanë kafshët e ndryshme dhe më pas në mënyrë themi kështu aksidentale her pas here mund të kalojnë edhe te njerëzit. Pra nuk bëhet fjalë për një virus të vetëm, por bëhet fjalë për disa lloje të virusve hantan, të cilët pastaj mund të përhapen në mënyra të ndryshme. Por duhet ta dimë që primarisht ta virus janë banor të kafshëve të ndryshme, qoftë insekteve të ndryshme ose përcillen përmes tyre, qoftë për kafshë të ndryshme, kafshë të buta shtëpiake, po edhe kafshë e egra, themi kështu të pyjeve e deri te brejtësit. Nëse flasim konkretisht për hantavirusin, tipin e andeve, që tash është alarmuar se mund të them deri ky rasti i fundit vetë se ka njerëzimi, ky është i vetmi virus i familjes së hantavirusëve, i cili deri më tash është dokumentuar që mund të përcillet nga njeriu në njeri. Por edhe kjo përcjellje ose përcjellje apo transmetim është në shkallë shumë të ulët. Pra nuk e ka atë aftësinë e madhe të përcjelljes sikurse sëmundjet e tjera infektive që përhapen përmes kontaktit direkt prej njeriu në njeri, qoftë në anë të ajrit ose rrugë të aerogjeni ose të tjera. Sa është i rrezikshëm ky për jetën e njeriu, meqense ka edhe persona që janë të karantinuar tashmë, edhe OBSH-ja vetë se ka paralajmëruar që ende më shumë do të përhapet kjo sëmundje. Po fillimisht më lejoni të bëj një hyrje dhe një ndarje pak më të hollësishme për ta kuptuar më mirë qytetarët. Pra si thash, hantaviruset janë një grup i madh i virusëve dhe të cilët kanë emra të ndryshëm ose klasifikohen në grupe të ndryshme varësisht nga mënyra e përcjelljes së tyre tek njerëzit. Pra, ka hantavirus dhe nga format e sëmundjeve që mund të shkaktojnë te njerëzit. Ka hantavirus të cilët përcillen nëpërmjet pickimit të insekteve të ndryshme, siç është për shembull pickimit përmes rriçrave, siç e kemi rastin në Kosovë me etet hemoragjike kongokrime. Ka virus të tjerë të cilët përcillen pastaj përmes kontaktit me themi kështu ekskretet dhe sekretet kryesisht të brejtësve, siç është hantavirusi Andes që tashti është aktual në botë, por që është edhe një virus tjetër që shkakton një sëmundje tjetër që shkakton sëmundjen e ashtu quajtur etet hemoragjike me sindrom renale. Ka dhe virus të tjerë të kësaj familjes që mund të përcillen në mënyra të ndryshme, por karakteristike e përbashkët e gjithë të tyre është se ata primarisht janë strehues ose rrinë, si me thonë, i infektojnë, në fakt nuk shkaktojnë sëmundje tek kafshët e ndryshme, por e gjejnë strehen tek ata. Në Kosovë ne, për të kthyer më pas te ky alarmi, në Kosovë ne kemi të paktën 2 lloje të këtyre etheve hemoragjike që shkaktojnë prej këtyre hantavirusëve. Njëra është siç përmenda etet hemoragjike Kongo-Krime dhe tjetra është etet hemoragjike me sindrom renal, e cila pra për vetë fjalës po tregon se ata kanë më tepër veshkat. Ndërkaq që ky virusi tani që është duke qarkulluar, themi kështu, janë duke qarkulluar informatat për të, është një virus i quajtur tipi i andeve, pra është pjesë e familjes së hantavirusëve, që kryesisht rrin tek brejtësit dhe më së shumti tek minjët, dhe pastaj nëse njerëzit vinë në kontakt me pshtymen, në fakt me urinën, me feceset, po edhe me pshtymen e brejtësve, mund të infektohen me këtë virus. Po ashtu edhe kafshimet ose gërritet nga këta minj që primarisht do të jenë të infektuar me këtë virus, atëherë mund të infektohen të njeriu. Sa për kuriozitet, tipi ande ka marrë emrin për shkak që është gjetur për herë të parë, është izoluar së identifikuar në Argjentinë, pra në bjeshkët
nëse mund të themi ashtu, në atë natyrën e ashpër të Andeve në Amerikën Jugore. Ndërkaq grupi si grupi Hantan virusëve ka marrë emrin prej lumit Hantan, ku është identifikuar për herë të parë virusi i parë dhe pastaj edhe shumë serotipe të tjera. Sa është i rrezikshëm për njeriu, ju tash qytetarët janë të informuar se OBSH-ja kanë ngresi me thonë nivelin ose paralajmërimet për një, themi kështu, një përhapje më të madhe tek njerëzit, për shkak të rasteve të cilat tashmë dihet se u identifikuan në anijen holandez ose qarkullante me flamur holandez dhe qenis me një prill nga Argentina në drejtim të ishujve të Kanairet në Spanjë. Tani për tani, deri më tash, me 13 maj, pra unë mbrëmu informova me dhënat me treja, si me thonë, u bëra update me këtë gjuhën e teknologjisë, dhe me 13 maj, një ditë më herët, OBSH-ja ka lëshuar, nëse mund të themi ashtu, lajmet fundit për sa i përket kësaj sëmundje, dhe deri më tani janë gjithsej 11 raste të prekura nga ky virus, nga tipi i andeve, prej të cilëve 8 janë të konfirmuar, 2 janë si të dyshim dhe një është duke u ritestuar pasi në 2 laboratore të ndryshme ka rezultuar një herë pozitiv, një herë negativ, por është ende i pa bindës që është pozitiv. Prej këtyre 11 rasteve, 3 tashmë veç kanë ndru jetë, pra ka pasit suri fatale, që është një përqindje dikun rreth 25-26%. Në përgjithësi jetët hemorragjike virale karakterizohen me një shkallë të vdekshmërisë nga më të ndryshmet, prej më të ultës 1 deri në 15%, siç janë këto etet hemorragjike që nuk përcillen prej njeriu në njeri, dhe deri në 40 ose 50% që ka vdekshmërinë ky tip i andeve, po ka vdekshmëri edhe më të lartë që është virusi Ebola që mund shkojë vdekshmëria deri në 80%. Me qenë se i përmendë 2 llojet e antivirusit në Kosovë që janë të përhapura, a mund të themi se ky virusi i Andes, domethënë ky tip i llojit i ndarë që është tashmë i paralajmëruar në shtetet e jashtme, mund të transmetohet tashmë, mund të vijë, mund të themi ashtu në Kosovë, në vendin tonë? Jo, 2 tipet e virusëve që qarkullojnë në Kosovë, dhe jo vetëm në Kosovë, por edhe në shtetet përreth edhe në Evropë, pra siç është virusi i eteve hemorragjike kongokrimi dhe virusi që shkakton ethet e menjve ose ethet me sindrom veshkor, këto qarkullojnë dhe ne kemi her pas her raste sporadike në Kosovë dhe ne në klinikën infektive i trajtojmë, do të thëja me mjaft sukses dhe kemi një përvojë të mirë në trajtimin e këtyre rasteve. Sa i përket tipit të virusit ande që vjen pra në këtë rast nga Argentina apo Kili, sepse rasti i parë u identifiku në një pasagjer udhëtar që rreth 3 muaj më herët kishte shëtitur në para Argentinë, Kili, Uruguay dhe konsiderohet se mund të jetë infektuar në tokë dhe jo në anije, po pastaj për shkak të kushteve të jetesës në anije, kontaktet e afërta, ndërveprimet sociale, shfrytëzimi hapësirave të përbashkëta tjera, ka mundësuar si duke transmetimin interhuman pra prej njerëzve në njerëz, dhe deri më tani të gjitha rastet, të gjithë udhëtarët të cilët kanë qenë në atë anije, fillimisht prej 188 udhëtarëve që më pas kur veç me 2 maj OBSH-ja mu një paralajmërim nga mekanizmat e vet paralajmërues në ato që quhen focal point në Mbretërinë e Bashkuar se kishin parë ose kishin vretur disa persona me smundje të ngjashme me gripin, po që më pastaj që kishin zbrit në ishullin Shën Helena, në ishullin në Oqeanin, në Atlantikut Jugor, territor jashtë Britanisë, po që administrohet nga Mbretëria e Bashkuar, dhe më pastaj filluan hulumtimet, si me thonë, hetimet për të parë se nga ka ardhe si qëndron puna. Dhe tani, ne kemi ata e dinit që tashmë kjo anije ka mbritur në brigjet e Spanjës dhe prej ato të gjithë udhëtarët janë transferuar, ose nëse mund të themi ashtu, janë riadhesuar në vendet nga të cilat kanë ardhur. Dhënat flasin se udhëtarët kanë qenë nga 23 kombësi ose 23 shtete të ndryshme, dhe pothuajse të gjithë udhëtarët që kanë qenë në atë anije janë kontaktuar, janë marrë masat e nevojshme për ata të cilët janë të konfirmuar, janë në karantinë, për ata të dyshuar në izolim dhe për rastet e mundshme janë në vëzhgim nga autoritetet përkatëse, dhe po ashtu janë duke u gjurmuar dhe duke u hetuar edhe rastet e kontakteve të tjera të ndërmjetme. Për shembull ata që kanë zbrit më herët nga anije dhe kanë fluturuar me aeroplan, pastaj mund ta ketë mbartur në vendet e tjera.
shtetet përkatëse janë, nëse mund të themi, jo të themi, po janë të obliguara që të gjurmojnë ato raste kush kanë qenë kontaktet e mundshme të persona dhe i mbajnë në vëzhgim nëse po paraqiten eventualisht simptomet e smundjes. Me qenë si përmend edhe simptomet, a mund të na i tregosh cilat janë ato simptomet e para, ato shenjat e para që mund ta paralajmërojnë një njeri që mund të ketë to simptomat të hantavirusit? Nëse flasim për tipin ande, sepse dallojnë, pra thash ato që transmetohet tek njeriu. Pra deri më tani është tipi vetëm që është dokumentuar që mund të përcillet tek njeriu një njeri, po e përsëris për shkak të popullatës, edhe ky transmetim është shumë i vogël, shumë i kufizuar dhe duhet një kontakt afatgjatë, më shumë se 15 minuta dhe një kontakt i ngushtë me personin që është infektuar për të përcjellur tek personi tjetër. Po bëj një krahasim kështu për mënyrën e transmetimit para se mi fol për simptomet. Nëse për shembull marrim një smundje infektive që është më infektuesja, është fruthi ose morbili, nëse prej një personi që është me morbil mund të infekton deri në 10 persona tjerë, ose gjatë Covidit që ka filluar të krahasohet nga një personi infektuar me Covid mund smurshin 2-3 më shumë të 4 persona, atëherë nga ky virus, nga tipi ande, kjo mundësi është ende edhe më e vogël. Pra, duhet të ketë një kontakt afatgjatë të ngushtë në mënyrë që virusi të mund të përcillet prej njeriu në njeri. Sa i përket simptomeve, me qenë se përcillet përmes kontaktit direkt në këtë mënyrë, pra tek njerëzit me kontakt të ngushtë dhe por tyre se kanë rrugët e sipërme të frymëmarrjes, atëherë edhe simptomet e para do të jenë kryesisht nga trakti respirator, pra do të fillojë të paraqitet ethet, temperaturat e larta, kollitje, më pas mund të fillojnë, si më thonë, vështërsitë frymëmarrje ose ne që jemi me mjekësi insuficiencë respiratore deri në distres respirator dhe karakteristike është se ky tipi virusit prek mushkëritë dhe zemrën dhe në literaturën mjekësore smundja që shkaktohet nga ky tip i andeve njihet si Hantan sindroma kardiopulmonare, pra smundja Hantan që prek zemrën dhe mushkëritë. Mund paraqiten edhe simptome nga trakti digestiv, mundime, vjellje deri në diare. Këto simptome mund të themi që mund të jenë të njëjta pak a shumë si të COVID-19. Mund të jenë të njëjta jo vetëm të COVID-19-it, po të 19-it, po të virozave tjera ose gripeve tjera, pra sepse COVID është vetëm njëra nga këto. Dhe karakteristike është se pastaj këta virus sulmojnë kryesisht enet e vogla të gjakut, përkatësisht munet endotelit e enëve të gjakut, e të cilat pastaj manifestojnë komplikimet që paraqiten me hemorragji apo gjakderdhje në organet e ndryshme, po mund paraqiten edhe në organet e jashtme, varësisht pastaj nga tipi i virusit dhe mekanizmi i reaksionit të organizmit të njeriut. Po doktor, cilat janë këto zonat rreziku më i madh që mund të vijë pra në Kosovë, mund të themi ashtu tek një pjesë ose tek një lloj i hantavirusit që mund të transmetohet tek njerëzit? Po keni fjalën për tipin e andeve. Andes, po. Ne nuk është e dokumentuar në Kosovë, madje as në Ballkan dhe në Evropë që ekziston ky tip origjinal ose autokton. Tas rastet e importuara nuk përjashtohet asnjëherë mundësia, sepse shikoni ky globalizmi, qarkullimi i njerëzve, i mallrave, i ka dhe këto sfida. Pra mundësia e qarkullimit të njerëzve dhe në vendet më të larta tani është bërë më e mundshme dhe pashtu edhe qytetarët nga këto vende tjera të cilët mund të frekuentojnë regionin tonë, potencialisht mund të themi kështu paraqiten raste ose të paktën duhet ta kemi vëmendjen si vende përkatëse për një paralajmërim të tillë që ka bërë OBSH-a. Megjithatë, unë prapë duhet ta përsëris për 30 herë që mundësia ende mbetet shumë e vogël dhe OBSH-a deri më tani në ato që quajnë risk assessment, pra vlerësimi i rrezikut, rreziku në mesin e pasagerëve të anijes që kanë qenë e ka klasifikuar si të moderuar, por në shkallën më të lartë, ndërsa globalisht në nivel pra të botës ky rrezik tani për tani mbetet i vlerësuar në shkallën e ulët. Po a duhet ata persona që kanë qenë të prekur nga kjo sëmundje, a duhet të karantinohen, sepse kemi dëgjuar që ata vetë se kanë filluar të karantinohen? Po thuajse të gjitha sëmundjet që shkaktohen nga Hantan virusit, pra nga ky grup i madh i virusëve dhe jo vetëm nga tipi i andeve, duhet të karantinohen ata pra që kanë manifestuar simptoma të qarta të smundjes ose ata edhe të cilët janë konfirmuar me metoda të ndryshme diagnostike se tashmë janë të prekur nga ky virus, do të karantinohen.
ndërkaq për personat të cilët sepse ka disa grupe, të themi kështu nivele të personave varësisht nga vlerësimi, sa ka qenë kontakti, çfarë ambiente ka qenë kontakti dhe jo vetëm kontakt me njerëzit, po edhe mundësia e kontakteve me sekretet dhe ekstretet e brezve për qytetarët e tjerë, se domethënë që vetëm ata në anije që kanë qenë, sepse mund të udhtojnë me forma të ndryshme dhe me mjete të ndryshme të transportit, pra ka nivele të ndryshme për sa i përket rekomandimeve se kush të duhet të karantinohet, kush të izolohet dhe kush të mbahet në vëzhgim për një periudhë të caktuar kohore. Për shembull, te tipi i andeve do të mbahen në vëzhgim ata që nuk kanë simptoma, po që konsiderohen se kanë pas mundësi të vinë në kontakt me personat që dihet se janë të prekur nga kjo sëmundje ose dyshohet se janë të prekur nga kjo sëmundje, tash këta persona simptomatik do të përcillen ose të monitorohen të paktën për dikon rreth 6 javë pas inkubacioni tek ky tip i andeve është mjaft i gjatë. Është prej dikon deri në 6 javë, madje ndonjëherë në raste të veçanta mund të shkojë edhe deri në 8 javë, dhe kjo është ajo që determinon kohën se sa duhet një person të jetë në vëzhgim. Në përgjithësi, mesatare është 2 deri në 4 javë, por njerëzit mund të smuren edhe 1 javë pasi kanë rënë kontakt, më zvoni deri në 6, eventualisht 8 javë pasi kanë rënë kontakt, dhe kjo është periudha kur ta persona duhet të mbahen në izolim ose në vëzhgim, nëse po zhvillojnë sëmundjen ose simptomet e sëmundjes. Po cila është ajo mënyra e diagnostikimit të kësaj sëmundje apo dhe llojet e tjera që janë veçse këto 2 lloje të tjera të antivirusit që janë në Kosovë? Cilat janë ato mënyrat e diagnostikimit që përdoren në klinikën infektive? Ka avancuar mjaft dhe metoda më e mirë e diagnostifikimit ne e quajmë real-time PCR, pra kur gjenet gjenomi ose bërthama, pjesë copëza të virusit në organizmin e njeriut, qoftë në gjak, qoftë në urinë ose në mostrat e tjera të cilat duhet merren, varësisht se në cilën ditë paraqitet pacienti ose i smuri me simptome të tilla, pasi jo në të gjitha fazat mund ta gjejmë virusin në të gjitha mostrat e njëjta. Pra kjo është metoda direkte, dhe metoda indirekte është metoda serologjike, kur ne gjejmë antitrupat që janë formuar në organizmin e njeriut për ta luftuar këtë sëmundje. Çdo agent infektiv, tashmë kjo dihet edhe besoj shumica e qytetarëve e kuptojnë që çdo bakteri, virus, agent infektiv që hyn në organizmin e njeriut provokon krijimin e mbrojtjes që ne i quajmë antitrupa, dhe këta antitrupa pastaj ne i gjejmë janë specifik për secilin virus, për secilin tip të virusit, dhe gjetja e këtyre antitrupave konfirmon po ashtu infeksionin me hantavirus. Në Kosovë tashmë ka vite që bëhet diagnostifikime në Institutin Kombëtar Shëndetit Publik përmes metodave serologjike, edhe për virusin e etheve hemorragjike kongokrime, po edhe për virusin që shkakton sëmundjen me ashtu quajtur sindrom veshkore ose ethet e mejve. Po doktor, cilat ka qenë ato simptomat e para që janë ardhur trajtu më njëherë, ose cilat do të jenë ato simptomat ose të jetë ato shenjat më alarmuesme, të themi në Kosovë, që do të vinë qytetarët të bëjnë kontrollat në klinika infektive pa hezituar? Për sa i përket virusit të andeve, për tani regioni jonë të paktën, sigurisht globalisht konsiderohet me rrezikshmëri shumë të ulët, dhe në një me të afërt personalisht nuk pres që mund të kemi ndonjë rast të tillë. Sa i përket etheve hemorragjike me kongokrime dhe ato me sindrom renal, është karakteristike se paraqiten tek njerëzit më shumë i prek pjesën rurale, pra qytetarët e cilët punojnë në përfusha, në për ara, në pemtari, pulltari, ferma të ndryshme, kështu me radhë, pra kjo është një dhënë e rëndësishme. Nëse te këta persona kanë histori të qëndrimit më të gjatë ose të frekuentimit të shpesh të bjeshkëve të këtyre fermave, pyjeve, ose shtallat ku mund të ketë menje kështu me radhë krop, ku mund binë kontakt me urinën ose me feceset e menjve, dhe nëse këta zhvillojnë simptome si që janë temperatura e lartë, pastaj skuqje e syve, eventualisht fillimi i pikave të kushtat të emta në pëlkur që ne quajmë diateza hemorragjike, pra fillojnë ato gjakderdhet e emta, atëherë duhet të paraqiten me një herë te mjeku. Sa i përket Kosovës, më lejoni t'ju sqaroj jo për virusin e andeve, po për virusin kongokrime, i cili gjendet shumë shpesh dhe është atakuar më shumë rajoni Malisheve, Suarekës, Ravecit, po edhe pjesa Gjakovës
dhe disa pjesë, ndërkaq që virusi edhe dhe të menjve për Kosovën, regioni më karakteristik, kështu nëse mund të quajmë me epizodik, është regioni pashtu i Dukagjini, duke filluar nga Istogu, Peja, Deçani dhe deri te Gjakova. Pra, kryesisht në këto vende kemi pas këto rastet sporadike të cilat kanë qenë në klinikën infektive, po që viteve të fundit 1, 2, 3 raste brenda vitit, jo më shumë. Dhe zakonisht ne ju bëjmë thirrje dhe i apelojmë qytetarët të cilët kalojnë kohën në përbjesh, në përstanet, villat të cilat i ndërtojnë, tash të bëjnë përpjekje maksimale që të sigurohen që në për ato vendbanimet i quaj ashtu nuk ka men, nuk ka brejtës dhe po ashtu të përdorin mazat e përgjithshme higjienike, larja shpeshte e duarve dhe sidomos të kenë kujdes se fëmijët zakonisht kanë dëshirë të marrin ose këto drezat në për tokë ose gjatë mbledhjes frutave të ndryshme të malit të cilat mund të vinë në kontakt me sekretet edhe eksekretet e këtyre menjve që pastaj mund të shfaqin kështu ose të transmetojnë sëmundjen të njerëzit. Po, me qenë se i përmend edhe masat parandaluese, po a ka vaksin kundër hantavirusit në Kosovë, të cilët duhet të vaksinohen si të rriturit po ashtu edhe të fëmijët? Jo në Kosovë, por nuk ka askon në botë virus, ndaj tipeve të hantavirusve, pra që shkaktojnë këto grupin e sëmundjeve që po them edhe ne quajmë efekt hemorragjike. Pra nuk ka vaksinë dhe nuk aplikohet vaksina, kështu që masat parandaluese dhe mbrojtëse janë ato që njerëzit duhet t'i aplikojnë përsa i përket edhe një herë thash kujdesit higjenik, kujdesit ku udhtojnë, ku shkojnë, mënyrën e jetesës, mënyrën e ushqimit dhe gjitha këto masat e tjera. A ka mënyra të duhura që duhet të pastruhen vendet të caktuara ku mund të dyshojmë që ka brejtës, apo mund të ketë ndonjë gjë tjetër që mund të infektojnë njerëzit? Ju thashtë edhe një regioni më në Kosovë më karakteristik është regioni që vetë sa e përmenda regioni i Dukagjinit, kurse masat konsistojnë në eliminimin e brejtësve dhe nëse veç shihet që ka brejtës në për ato shtallat, pakten atëherë mjafton të mbahet një maskë N95 ose këto maska që kemi përdorur gjatë Covidit dhe pastrimi, larja e shpeshtë e duarve në mënyrë të rregullt. Por mënyra më mirë sigurisht është eliminimi i kontaktit me brejtësit edhe me ekskretet. Do të thonë, doktore, do ta heqim nga mendja atë mënyrën që ne mund të karantinohemi si në periudhën e COVID-19 sa i përket këtij virusi. Në bazë të situatës epidemiologjike aktuale, në bazë të paralajmërimeve që ka bërë OBSH-ja deri më tani nuk paraqitet themi një shkallë të tillë e rrezikshmërisë. Personalisht mendoj edhe kam shumë të vështirë të besoj se mund të vijmë në një situatë çfarë kishim me Covidin. Po tek vitet nga vitit domethënë 2021 deri në 2025 kanë qenë vetëm tek 8 raste të atij lloji të hantavirusit. Si mund të themi që ka trajtuar klinika infektive këto raste? Me mjaft sukses. Ju thash edhe një herë, sidomos kur vinë në fazat shumë të hershme të sëmundjes, sepse karakteristik ky virusi andes është i ngjashëm me këtë virusin e hemorragjike që shkakton sindromën veshkore. Dhe nëse vinë herët me një herë tek mjeku dhe diagnostikohet shpejt, trajtimi është jashtëzakonisht efikas edhe i suksesshëm. Nuk ka terapi specifike, do ta themi edhe këtë, sepse jo vetëm për hantavirus, por për gjitha sëmundjet që shkakton viruset, nuk ka terapi specifike, pra nuk ka antibiotik që veprojnë sikurse tek bakteret, dhe kujdesi konsiston në monitorimin e rregullt të shenjave të paraqitjes së sëmundjes, kompenzimin e langjeve, elektrolitëve të ndryshëm që mund të humbin mbështetjen respiratorike nëse është e nevojshme dhe sidomos këto që paraqiten në sindrom veshkor janë fazat, sidomos ka java e dytë e sëmundjes kur mund të paraqitet nëse mund themi ashtu dështimi i veshkave që çon deri në bllokim të plotë të veshkave dhe pamundësi të urinimit të këtyre pacientëve ku që ndonjëherë ndoshta duhet edhe me ndonjë seancë të dializës të ndihmohet dhe më pastaj fillon faza tjetër e përmirësimit, ku edhe ajo fazë mund të jetë kritike pasi këta pacientë pastaj fillojnë të urinojnë shumë shpesh, ne quajmë poliuri dhe mund të humbin lagje shumë dhe në këto raste në këto faza jemi shumë të kujdesshëm për të bërë kompenzimin dhe administrimin e çdo bari që është i nevojshëm, pra varësisht nga faza e sëmundjes. Doktor, faleminderit shumë për krejt këto këshilla dhe informacione që i dhe, por së fund ta përmbyllim
këtë emision në mënyrën që njerëzit nuk duhet të alarmohen në mënyrën më të madhe që vetë e kanë bërë tani, po ndoshta edhe pjesa e mediave, ndoshta pjesa e egzagerimit të këtij informacioni po shkon deri në atë masën që njerëzit të mendojnë që mund të karantinohemi, mund të kthehet ajo periudha e COVID-19 ose gjërat e tjera. Kisha unë dy mesazhe nëse i përmende këto gjëra, një për qytetarët që të vazhdojnë jetën e tyre normale, absolutisht, tani për tani nuk kemi një paralajmërim për ndonjë mas të veçantë që duhet të ndërmarrë Kosova si shtet, dhe pse jo dhe një mesazh, nëse mund të themi është një këshill shumë dashamirëse edhe për portalet edhe gjitha mediat, çfarëdo forme qofshin ato, që të jenë mjaft të kujdesshme dhe të marrin informatat e sakta nga profesionistët në kohën e dur. Tash unë po lexoj nëpër portale kaq gjatë, kaq vite mund të qëndroj ky virus në këto pjesë të trupit të njeriut e tjera, pra janë gjëra shumë të imta shkencore të cilat janë shumë vështirë të kuptueshme për qytetarët dhe të informojnë qytetarët me gjërat më bazike të cilat kanë nevojë. Dhe tashmë ne u ballafaqsuam me pandeminë Covid dhe unë pa modesti flas që kemi menaxhuar në mënyrë të jashtëzakonshme këtë pandemi dhe po ashtu Kosova ka institucionet e veta të cilat i monitorojnë në mënyrë të rregull situatat epidemiologjike, jo vetëm me këtë rast që është paraqitur në këtë anije dhe jemi në kontakt vazhdueshëm me organizatën botërore të shëndetësisë për çdo paralajmërim të mundshëm dhe për çdo masë eventuale që mund të rekomandohet në të ardhmen. Por tani për tani nuk paraqitet ndonjë rrezik. Doktor, faleminderit shumë për krejt këshilla dhe informacione që i dha për shikues ta. Faleminderit edhe juve, punë mbar. E shikues të nderuar, kaq kishim sa i përket këtij emisionit. Natën e mirë dhe mirupafshim.